Kanali i sponsorizimit direkt të disa mediave. Propagandën e bëjnë me bindje dhe kjo është formë shumë e rrezikshme. Aty ku ka biznese të cilat kanë lidhje shumë të fuqishme direkte apo indirekte me Rusinë. Do i kisha nda në disa kanale kryesore të themi të ndikimit. Njëri kanal është kanali i sponsorizimit direkt të disa mediave. Dhe kjo nuk është sekret, pra studime të ndryshme kemi bën na, keni bërë dhe ju besoj shumë studime të tilla dhe këtu gjenden ato lidhjet financiare të bizneseve të ndryshme të cilat lidhen direkt indirekt me Rusinë. Dhe këto janë kanale të sponsorizuara të cilat dihet se bëjnë një ndikim. Një pjesë tjetër e cila mund të jetë gjithashtu shumë e rrezikshme është pjesa e kanaleve të propagandës të cilat propagandën e bëjnë me bindje. Dhe kjo është formë shumë e rrezikshme ku ata fillimisht gjejnë formën me indoktrinu qoftë ri, qoftë shtresa të ndryshme sociale, organizata të ndryshme qytetare, organizata sportive, çka do qoftë, dhe këta pastaj e përhapin më tutje propagandën me bindje dhe kjo formë gjendet te një pjesë shumë e madhe. Forma e tretë që do ta kisha ndarë është forma përmes ndikimit të biznesit, pra aty ku ka biznese të cilat kanë lidhje shumë të fuqishme direkte apo indirekte me Rusinë, qoftë përmes shteteve tjera, qoftë direkte, dhe këta pastaj shtrojnë edhe këta ndikimin e vet.